Cilat janë ato vepra që Islami i konsideron el gjahilija, që ne duhet të shrënjosim dhe të distancohemi nga këto vepra? E para është e shirku billah, idhujtaria. Kjo është tradit e ehlul gjahilija, e banorëve të Mekkës, atë botë që kanë qenë një ignorancë, kanë adhuruar dikë tjetër përveç Allahut. Kanë besuar se Allahu është ai i cili furnizon, kanë besuar se Allahu është ai i cili ka krijuar, por kanë marrë ndërmjetësues për të Allahu drun, idhuj, varë të caktuar. Dhe kjo është ash-shirku billah, dhe ka ardhur Islami që ta ngrit vetdijen e njeriut dhe të pastroj njeriu nga kjo lloj rruge e errët dhe ka thirrur në tauhid, besim të drejtë. Çështja e dytë, nga veprat e gjahilija, pra është kur vdesin njerëzit që lidhet po ashtu me shirkun e madh, i shenjtrojnë varret e tyre. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka qartësuar se kjo është rruga e ignorancës dhe ka thënë: La'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mallkimi i Allahut qoftë mbi kristianët dhe çifutët, të cilët varret e pejgamberëve i kanë marrë vend adhurimi. Pra kjo është rrugë e xahiljetit. Dhe rruga e pastër e Islamit është i varrosim njerëz të mirë, bëjmë dua për ta, dhe varri i tyre është tamam sikur i njeriu të më të thjeshtë mesin e muslimanëve. Kjo është nga mirësitë e kësaj feje. Pjesë e xahiljetit është me marrë për gjykues diç tjetër për çështjet e besimit, për çështjet e ibadetit, për çështjet e jetës, për problematikat që na shfaqen gjatë jetës, me marrë për gjykues, ligjvënës, dikë tjetër përveç Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çdo ideologji, çdo sistem që njeriu zgjedh dhe e merr për gjykues dhe anashkalon librin e Allahut, kjo është traditë e ignorancës. Saqë Allahu azza wa jall ka thënë: afa hukm al-jahiliyyati yabghun. A dëshirojnë njerëzit që të marrin rrugën e xahiljetit, e ignorancës, që të marrin gjykues dhe të gjykojnë me diçka tjetër, jo me Allahun dhe të dërguarin e tij. Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. E a ka vendime më të drejta, a ka gjykime më të sakta, më të bukura se sa ligjet, se sa udhëzimet e Allahut.